çfarë po ndodh në qarkun e Dibrës? Atje ndodhet kolegu Elvis Myrta, i cili ndodhet në Burrel. Elvis, a janë numëruar kutit në Burrel? Sa kuti janë numëruar, sa qendra votimi janë në total? Përshëndetje Monika, atëre nga 47 qendra votimi janë numëruar deri më tani 28 kuti dhe mbeten për të numëruar dhe 19 kuti të tjera. Për sa i përket rezultateve të këtij procesi, të paktën në rrethin e matit, ku kryeson Binçën Partia Socialiste, ku është gati 1750 vota më shumë se Partia Demokratike. Më konkretisht, Partia Socialiste ka 4877 vota, ndërsa Partia Demokratike 2618 vota. Përsa i përket partive të reja, Monika, ka numri votave të marra nga këto parti është tepër i ulët, ku koalicioni Euroatlantik i kryesuar nga Lulzim Basha ka 78 vota, Lëvizja Bashk 41 vota dhe Partia Mundësia 48 vota, ndërsa Shqipëria bëhet ka marrë 54 vota. Këtu vjen normalisht procesi i numërimit, ku prej mbrëmjes së djeshme rreth orës 11:30 nuk është ndërprer, por e vetmja problematik, le të themi, ka qenë numërimi i avash, kjo për shkak dhe të lodhjes së numëruesve. Deri më tani ata nuk kanë kërkuar pushim, por kanë vijuar, por e vetmja problematik, le të themi, ka qenë koha, pasi për shkak të lodhjes pra numërojnë me ngadalësi kutitë e votimit, ku të paktën 4 kutitë e fundit janë dashur rreth 2 orë 30 minuta për t'i përfunduar ato. E qartë, Elvis.